Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vim juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se Shqipëria ka marrë vlerësime pozitive nga Bashkimi Evropian për fushën e prokurimeve publike. Ai tha se në këtë sektor vendi konsiderohet tashmë i përafruar me standardet e BE-s pa piketa të ndërmjetme. Rama njoftoi gjithashtu reforma të reja që synojnë zhvendosjen e tenderave nga Ministri drejt pushtetit vendor dhe strukturave të pavarura. Ndërkohë, ai theksoi se procesi i negociatave me BE-n po ecën sipas planit dhe pa pengesa. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se Shqipëria ka arritur vlerësim pozitiv nga Bashkimi Evropian në fushën e prokurimeve publike, duke konsideruar këtë sektor si një ndër më të përafruarit me standardet e Unionit. Në një deklaratë për mediat, Rama u shpreh se në këtë fushë Shqipëria trajtohet praktikisht si pjesë e BE-s, pasi nuk ja vendosur piketa të ndërmjetme në procesin e vlerësimit nga Brukseli. Që Shqipëria nuk është pjesë, që prokurimet publike nuk janë pjesë e piketave të ndërmjetme. E dini çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ne në prokurimet publike jemi tani më një vend antar i Bashkimit Evropian. Pra, Shqipëria në këtë fushë nuk ka piketë të ndërmjetme. Piketat e ndërmjetme janë piketa për çështje dhe tema që shkojnë përtej procesit normal të antarësimit. Dhe i kemi shpjeguar që lidhen me pikërisht faktin që shtetet negociojnë, që Shqipëria negocion. Kryeministri theksoi se synimi i qeverisë është reformimi i sistemit të tenderave publik, duke ulur rolin e ministrave në këtë proces dhe duke rritur kompetencat e pushtetit vendor. Ministrit dhe ministrat nuk kanë më asnjë lidhje me tenderat dhe njëkohësisht një pjesë e madhe e tenderave të spostohen hap pas hapi edhe nga agjencitë kryesore, por edhe nga pushteti vendor. Tek pushteti vendor, sipas zgjedhjes tyre, është një pushtet që ka autonominë e vet dhe ne nuk mund t'i imponojmë se si i bën tenderat, por ka filluar. Në të njëjtën konferencë, Rama komentoi edhe procesin e negociatave me Bashkimin Evropian, duke theksuar se Shqipëria nuk merr pjesë direkt në të gjitha kryezat, por përfaqësohet nga Komisioni Evropian. Komisioni është dakord që ne i kemi plotësuar 100% të gjitha detyrat për të marrë dritën jeshile për të hyrë në fazën e re, që është faza e mbylljes së kapitujve. Dhe vendet anëtare janë 27. Bëjmë pyetjet e tyre. Dhe që ta dini edhe një herë, pyetjet dhe shqetësimet e vendeve anëtare në këtë fazë nuk lidhen me piketat e ndërmjetme, por lidhen me piketat përmbyllëse. Pra, kjo është ajo që po ndodh në Bruksel në këtë kohë, është tërësisht brenda parashikimeve, nuk ka absolutisht asgjë nga çfarë i është rroganisur koka popullit shqiptar, u bllokua, doli ky e doli ai. Rama hodhi poshtë kritikat e opozitës, duke i cilësuar si përpjekje për të krijuar perceptim negativ mbi procesin e integrimit. Nuk kemi parë të vijë ndonjë forcë e brendshme nga ndonjë vend tjetër që ka negociuar me Bashkimin Evropian apo që është në proces për të hapur negociatat dhe të kërkojë me gjithfarë lloj argumentash dhe me gjithfarë lloj të zezash që të bllokohet vendi nga vjen. Në fund të deklaratës, kryeministri njoftoi edhe krijimin e një kompanie shtetërore si motor të Akshit, e cila do të ketë 100% pronësi shtetërore dhe do të fokusohet në zhvillimet e shërbimeve digjitale për të mbështetur procesin e integrimit evropian të vendit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar qeverinë Rama se po fshe dhe po manipulon procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Ai tha se në Bruksel po shqyrtohen vazhdimisht rekomandime për vendin, të cilat sipas tij nuk bëhen publike. Berisha pretendon se qeveria po pengon rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Deklaratat e tij vijnë pas reagimeve të ambasadorëve të BE-s që mbështeten qëndrimin e institucioneve europiane. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i është kundër përgjigjës kryeministrit Edi Rama lidhur me procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke akuzuar qeverinë për mungesë transparencë dhe pengim të procesit. Në një konferencë për mediat, Berisha deklaroi se në Bruksel funksionon një forum i rëndësishëm i quajtur Koela, ku sipas tij prej muajsh shqyrtohet raporti për Shqipërinë dhe shtohen vazhdimisht kërkesat ndaj vendit. Që
në një forum në Bruxelles që quhet Coelho, forum shumë serioz, që vizitoi dhe Shqipërinë sa përgjigjen tuaj para 4 muajsh. Erdhën 27 përfaqësues të vendeve anëtare, diplomat, erdhën në Shqipëri nga Coelho, i pan gjërat në vend dhe kaq muaj që ata mblidhen me përgjegjësinë më të madhe. Raportin për Shqipëri e shqyrtojnë dhe shtojnë vazhdimisht kërkesa mbi të. Aty është dhe përfaqësuesi i Shqipërisë në ato diskutime. Edi Rama fsheh çdo rekomandim të tyre, fsheh çdo sugjerim të tyre. Kreu i opozitës akuzoi gjithashtu qeverinë se me vendimet e saj po dëmton dhe bllokon rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, duke lidhur procesin e integrimit me çështjet e korrupsionit dhe keqeverisjes. Për në Bashkimin Evropian ja mbyllin Shqipërisë ata që mbrojnë vjedhjet e qytetarëve shqiptar, ata që shndrojnë zgjedhjet në fars duke shkrirë në një institucionet e shtetit me strukturat e partisë, duke angazhuar bandat dhe kartelet e drogës. Ata janë faktorë që pengojnë dhe vështërsojnë integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ai u ndal dhe te reagimet e fundit të ambasadorëve të vendeve anëtare të BE-s, të cilët dorën në mbrojtje të ambasadorit të BE-s në Shqipëri, Silvio Gonzato, pas deklaratave të mëhershme të kreut të PD-s. Berisha theksoi se respekton institucionet evropiane dhe përfaqësuesi diplomatik, por shtoi se nuk do të tërhiqet nga qëndrimet e tij kritike. Kam respektin më të madh dhe simpatinë më të madhe për Komisionin Evropian, për ambasador, për përfaqësues të vendeve anëtare, por në mënyrë absolute nuk ka dhe nuk mund të ketë gjë në botë që më pengon mua të denancoj atë çka unë e konsideroj të papajtueshme, pa drejtë. Një ditë më parë, ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Tiranë reaguan publikisht kundër deklaratave të Berishës, duke mbështetur rolin dhe qëndrimet e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Seanca e dytë ndaj Ilir Metës në gjykatën e posaçme është shqyrtuar në debate të ashpra për kërkesën e mbrojtjes që procesi të transmetohet drejt për drejt. Avokati i tij këmbguli për transparencë të plotë, ndërsa gjykata e rrëzoi kërkesën duke përmendur mbrojtjen e të drejtave të palëve dhe parimin e pafajësisë. Edhe përfaqësues të tjerë politik kërkuan publikimin e seancës, por pa sukses. Brenda sallës së gjykatës së posaçme Ilir Meta është paraqitur në një kafaz xhami sigurie, ku sipas pamjeve, para nisjes së seancës, ai ka komunikuar vetëm me shenja me avokatin. Seanca e dytë gjyqësore është shoqëruar me tensione mes mbrojtjes dhe trupit gjykues, kryesisht për kërkesën e përsëritur për transmetim të drejtë për drejtë të procesit në media. Avokati i tij, Kujtim Çakrani, ka kërkuar që seanca të jetë plotësisht e hapur për publikun, duke cilësuar procesin si një nga më të rëndësishmet dhe duke akuzuar gjykatën për mungesë transparence dhe cënim të dinjitetit të pandehurit. Në mbështetje të kësaj kërkese është shprehur edhe Monika Kuremade, e cila deklaroi se publiku duhet të ketë akses të plotë në provat dhe zhvillimet e procesit, duke folur për atë që e cilëson si linçim publik ndaj saj dhe Metës. Në seancë ishin pranishëm dhe Klevis Badhiu dhe Teti Blushi, të cilët gjithashtu kërkuan që gjyqi të zhvillohet në transparencë maksimale dhe të ndiqet nga publiku. Megjithatë, gjykata vendosi të rrëzojë kërkesën për transmetim live, duke argumentuar se një publikim i tillë mund të përbëjë ekspozim të tepruar të procesit, të cënoj parimin e pafajësisë dhe të ndikojë tek dëshmitarët që do të thirren në vijim. Sipas vendimit, transmetimi i drejt për drejt mund të prekë edhe jetën private të personave të përfshirë në proces dhe të ndikojë në zhvillimin e drejtë të gjykimit. Gjatë seancës u trajtua edhe dosja Çezdia, ku prokurori Sotir Kllapi lexoi komunikime të pretenduara mes Metës dhe Kastrioti Ismailait, të cilat u kundërshtuan nga mbrojtja si prova të administruara në mënyrë të palishme dhe të keq interpretuara. Mbrojtja këmbguli se mesazhet nuk mund të përdoren si prova në këtë formë, duke vënë pikpyetje mënyrën e administrimit të tyre në dosje. Më herët, gjykata kishte rrëzuar edhe kërkesën e Metës për lirim nga qelia, duke lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg, ndërsa procesi gjyqësor ndaj tij vijon. Gjykata e posaçme ka refuzuar kërkesën e Ilir Metës për zëvendësimin e masës arrest me burg me një masë më të lehtë sigurie. Kreu i Partisë së Lirisë kërkoi detyrim paraqitjeje, arrest shtëpie ose garanci pasurore, por gjykata nuk pranoi argumentet e mbrojtjes. Spa këmbguli se nuk ekzistojnë rrethana të reja që justifikojnë ndryshimin e masës së sigurisë. Seanca u zhvillua pas vendimit unifikues së gjykatës së lartë mbi barrën e provës për masat e sigurisë.
Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rrëzuar edhe një tjetër përpjekje të Ilir Metës për të dalë nga qelia duke lënë fuqi masën e sigurisë arrest me burg. Përmes avokatit të Tim Mbrojtës, Meta kërkoi zëvendësimin e masës aktuale me alternativa më të buta si detyrim paraqitje, ndalim për të dalë jashtë vendit, arrest shtëpie ose garanci pasurore. Kërkesa u shqyrtua në një moment kur vendimi unifikues i gjykatës së lartë për masat e sigurisë ka rikthyer në vëmendje barrën e provës që duhet të paraqisë prokuroria për të justifikuar vazhdimin e arrestit. Seanca u zhvillua në mungesë të Metës, i cili ka dërguar një deklaratë ku shprehet se do të marrë pjesë në procesin në themel, ndërsa në sallë ishte i pranishëm avokati i tij. Në sallën e gjyqit, avokati argumentoi se pretendimet e Spakut për rrezikun e intimidimit të dëshmitarëve mbetet spekulative dhe të pambështetura në prova konkrete. Sipas mbrojtjes, prokuroria e posaçme nuk ka sqaruar se cila provë mund të dëmtojë ose manipulohet nga Meta nëse ai lirohet nga paraburgimi. Nga ana tjetër, prokurori i çështjes Sotir Llapi kundërshtoi kërkesën e mbrojtjes duke deklaruar se nuk është paraqitur asnjë element i ri që të justifikojë ndryshimin e masës së sigurisë. Sipas prokurorit, vendimi unifikues i gjykatës së lartë nuk sjell asnjë zhvillim të ri konkret me dosjen ndaj Metës dhe për këtë arsye nuk ka bazë ligjore për ndryshimin e statusit të tij. Në përfundim, gjykata e posaçme vendosi të lërë në fuqi masën ekzistuese duke mbajtur në paraburgim kreun e Partisë së Lirisë, ndërsa hetimet ndaj tij vijojnë. Kryebashkiaku i Kuçovës, Kreshnik Hajdari, përballet me rrezikun e ndërprerjes së mandatit pas një vendimi të formës së prerë të gjykatës së posaçme. Spaki ka dërguar zyrtarisht Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dokumentacionin që konfirmoi dënimin e tij. Çështja lidhet me mosdeklarimin e një dënimi të marrë në Greqi në formularin e dekriminalizimit. Tashmë pritet që Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve të nisë procedurat për shqyrtimin e mandatit të kryebashkiakut. Një tjetër çështje e ligjit të dekriminalizimit ka pritur në tërheqjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kryetari i Bashkisë së Kuçovës, Kreshnik Hajdari, mund të largohet nga detyra pas konfirmimit të një vendimi penal të formës së prerë ndaj tij. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar i ka përcjell KQZ-s një shkresë zyrtare ku informon se Hajdari është shpallur fajtor nga gjykata e posaçme për fshehje të një dënimi të mëparshëm në Greqi. Sipas hetimeve, kryebashkiaku nuk kishte deklaruar në formularin e dekriminalizimit një vendim të dhënë nga drejtësia greke në vitin 1999. Për këtë çështje ai u dënua fillimisht në janar të vitit 2024 me 9 muaj burgim, dënim që më pas u konvertua në 150 orë punë në interes publik. Edhe pse Hajdari e kundërshtoi vendimin e apelit të gjykatës së posaçme, shkalla e dytë la në fuqi dënimin duke e bërë atë përfundimtar. Pas marrjes së njoftimit nga SPAK, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Ilirian Celibashi pritet të vendosë nëse do të kërkojë ndërprerjen e mandatit të kryebashkiakut të Kuçovës. Në vim, dosja do t'i kalojë Komisionit për ankesa dhe sanksione, institucioni që merr vendim final mbi vlefshmërinë ose jo të mandatit. Çështja ndaj Hajdarit u bë publike pas kallëzimit të bërë nga Partia e Lirisë, e cila kërkoi verifikimin e të dhënave të deklaruara prej tij në formularin e dekriminalizimit. Biznesmeni Endri Meksi është paraqitur në prokurorinë e posaçme dhe është marrë në pyetje për rreth 5 orë mbi deklaratat e tij të fundit publike. Pas daljes së tij nga SPAK, ai u shpreh shkurt për gazetarët se është pyetur për denoncimet që ka bërë kohët e fundit. Meksi ka deklaruar më herët se ka marrë kërcënime me jetë dhe se ndjehet i rrezikuar. Rasti i tij lidhet edhe me një ngjarje të fundit ku në një prej bizneseve të tij u vendos eksploziv. Biznesmeni dhe pronari i mediave Endri Meksi është paraqitur në ambientet e prokurorisë së posaçme SPAK, ku është marrë në pyetje për rreth 5 orë lidhur me deklaratat e tij të fundit publike. Pas daljes nga SPAK, Meksi dha një prononcim të shkurtër për mediat, duke u shprehur se hetuesit e kishin pyetur mbi deklarimet që ai kishte bërë së fundmi. Ishte interesante. U pyetën për shumë gjëra për to që kanë deklaruar së fundmi. Më herët, Meksi ka deklaruar publikisht se ka marrë kërcënime me jetë dhe se ndjehet i rrezikuar, ndërsa për këtë çështje ka bërë edhe kallëzim në organet e rendit. Rasti i tij ka marrë vëmendje edhe pas një incidenti të ndodhur pak ditë më parë, ku në një dyqan të rrjetit të tij, MCN Get Connected, është vendosur një sasi eksplozive. Fatmirësisht, nga shpërthimi nuk ka pasur persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Hetimet për ngjarjen që lidhen me biznesin e Meksit dhe deklarimet e tij vijojnë nga autoritetet, ndërsa SPAK nuk ka dhënë ende detaje të mëtejshme mbi qëllimin e marrjes në pyetje.
Një mjek kirurg në spitalin rajonal të Korçës është arrestuar pas akuzave për ngacmim seksual ndaj një pacienti 21 vjeçare. E reja ka kallëzuar se gjatë kontrolleve mjekësore është prekur në mënyrë të papërshtatshme nga kirurgu. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur ndërsa pacientja po trajtohej për një problem shëndetësor që kërkonte ndërhyrje kirurgjikale. Policia dhe prokuroria kanë nisur hetimet për sqarimin e plotë të rastit. Një ngjarje e rëndë është raportuar në Spitalin Rajonal të Korçës ku një kirurg 72 vjeçar është vënë pranga pas akuzave për ngacmim seksual ndaj një pacienti 21 vjeçare. Sipas burimeve hetimore, reja ishte paraqitur në urgjencë me simptoma si dhimbje barku dhe të vjella, ndërsa pas kontrollit mjekësor ishte planifikuar që t'i nënshtrojë një ndërhyrje kirurgjikale për apandesit. Në dëshminë e dhënë para policisë, 21 vjeçaria ka deklaruar se gjatë qëndrimit në spital, kirurgu Nikola Nunka e ka prekur në mënyrë të papërshtatshme në intime, duke e justifikuar si pjesë të kontrollit mjekësor. Ajo ka shtuar gjithashtu se mjeku ka tentuar ta puthë në disa raste. E reja, e cila jeton në Gjermani dhe kishte ardhur së fundi në Shqipëri, ka thënë se nuk ka arritur të sigurojë prova filmike, pasi sipas saj mjeku i kërkonte vazhdimisht të hiqte telefonin gjatë hyrjes në dhomën e mjekimit. Pas kallëzimit të saj, policia e Korçës ka shoqëruar mjekun nga ambientet e spitalit dhe më pas ka kryer arrestimin e tij duke e dërguar në komisariat për marrje në pyetje. Burimet nga grupi hetimor bëjnë me dije se çështja ndodhet ende në fazë paraprake dhe po verifikojnë të gjitha rrethanat e denoncimit, përfshirë edhe dëshmi të tjera nga personeli mjekësor dhe familjar. Ndërkohë, prokuroria pritet të vlerësojë materialet hetimore dhe të vendosë nëse mjeku do të mbahet në paraburgim apo do të hetohet në gjendje të lirë deri në caktimin e masës së sigurisë nga gjykata. Në Lezhë është ngritur një grup i posaçëm hetimor për të zbardhur sulmin ndaj ish-kryetarit të Partisë Demokratike në njësinë administrative Dajç Sokol Toma. Ngjarja ka ndodhur në aksin Mamuras Laç, ku ai është goditur me sende të forta nga persona të pa identifikuar. I plagosuri është transportuar me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ku po merr trajtim mjekësor. Policia po sekuestron pamje filmike dhe po punon për identifikimin e autorëve. Policia e Lezhës ka dalë me një reagim zyrtar pas ngjarjes së rëndë të dhunës ndaj ish-kreut të Partisë Demokratike në njësinë administrative Dajç Sokol Toma, i cili mbeti i plagosur rënd pas një sulmi të ndodhur mbrëmjen e 9 majit. Në njoftimin zyrtar, Blut bën me dije se ngjarja ka ndodhur rreth orës 22 në autostradën Mamuras Laç, pranë kryqëzimit të Sanxhakut, ku persona ende të pa identifikuar i ka zënë prit automjetit të tij dhe kanë goditur me sende të forta. Sipas policisë, më njëherë pas marrjes së njoftimit, në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e rendit dhe grupit hetimor, i cili ka nisur verifikimet për zbardhjen e rrethanave të sulmit. Autoritetet konfirmojnë se janë sekuestruar pamje filmike nga kamerat e sigurisë në një territor të gjerë përgjatë aksit rrugor, ndërsa po kryen veprime të tjera hetimore për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Nga sulmi, 53 vjeçari ka pasur dëmtime të rënda në trup, përfshirë fraktura në këmbë dhe plagë në vesh. Ai është transportuar në urgjencën e Spitalit të Traumës në Tiranë, ku ndodhet në monitorim intensiv. Sipas mjekëve, Toma është në gjendje të stabilizuar dhe është i vetëdijshëm, megjithase vijon të marrë trajtim për dëmtime të shumta të shkaktuara gjatë sulmit. Ngjarja ka ndodhur teksa ai po kthej nga Tirana drejt Lezhës, ndërsa sipas dëshmisë së tij, sulmi është kryer nga dy persona që e kanë ndaluar në rrugë. Për momentin, motivet e ngjarjes mbeten pa qarta, megjithase hetuesit po verifikojnë edhe pistën e mundshme të një konflikti të lidhur me aktivitetin e tij si ndërtues. Hetimet vijojnë në drejtimin e prokurorisë. Vijojmë me informacione nga Kosova. Lidhja Demokratike e Kosovës ka zhvilluar një tubim bashkimi politik në prag të zgjedhjeve të 7 qershorit. Kreu i LDK-s, Lumir Abdigjiku, i ka uruar mirëseardhjen ish-presidentes Vjosa Osmani, duke cilësuar rikthimin e saj si kthim në shtëpi. Në të njëjtin aktivitet, Abdigjiku ka prezantuar edhe kandidaturën e Osmanit për presidencë. Ndërkohë, Osmani ka kritikuar qasjen e qeverisë Kurti ndaj presidencës dhe politikës së jashtme. Vjosa, ky është kthimi në shtëpi, prandaj mirë se erdhët në shtëpinë tënde. Me këto fjalë, kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, i ka uruar rikthimin në parti ish-presidentes Vjosa Osmani gjatë një tubimi të organizuar mbrëmjen e së dielës nga LDK-ja. Aktiviteti i cilësuar si tubim bashkim politik vjen në prag të zgjedhjeve të 7 qershorit dhe shënon nisjen e një etape të re për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Në fjalën e tij, Abdigjiku tha se vendi ka nevojë për unitet politik dhe institucional, duke bërë thirrje për bashkimin e qytetarëve rreth një projekti të përbashkët politik. Kreu i LDK
Kosovës, i cili është dhe kandidati për kryeministër, e cilësoi rikthimin e Osmanit si një moment të rëndësishëm për forcimin e subjektit politik dhe për konsolidimin e institucioneve të Kosovës. Në të njëjtin tubim, ai prezantohet edhe kandidaturën e Vjosa Osmanit për presidente, duke theksuar se ajo përfaqëson frymën e bashkimit dhe të përfaqësimit qytetar. Nga ana e saj, Vjosa Osmani mbajti një fjalim në tonë kritike ndaj mënyrës se sipas saj është trajtuar institucioni i presidencës nga qeveria aktuale. Duke komentuar politikën e jashtme të ndjekur nga kryeministri Albin Kurti, Osmani tha se presidenca është parë vetëm si simbolik, ndërsa ajo vetë është konsideruar pengesë. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, ka deklaruar se ciklet e shpeshta zgjedhore në Kosovë kanë penguar zhvillimin e një raundi të ri dialogu me Serbinë. Sipas saj, si kryeministri Albin Kurti, ashtu edhe presidenti serb Aleksandar Vučić janë të gatshëm për një takim të ri në kuadër të procesit të normalizimit. Kallas tha se dialogu politik në nivel të lartë ishte planifikuar, por zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit e kanë shtyrë procesin. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme të Sigurisë, Kaja Kallas, ka deklaruar se zgjedhjet e shpeshta të Kosovës janë bërë pengesë për vijimin e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit në nivelin më të lartë politik. Në një prononcim me gazetarët, diplomatja evropiane tha se mungesa e stabilitetit politik dhe ciklet e vazhdueshme zgjedhore kanë shtyrë organizimin e një raundi të ri bisedimesh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas saj, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ashtu dhe presidenti serb Aleksandar Vučić kanë shprehur gatishmëri për të takuar në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Kallas bëri të ditur se një takim politik në nivele të larta ishte planifikuar dhe se kishte dakordsi për të dyja palët për zhvillimin e tij. Megjithatë, sipas saj, zgjedhjet e reja të parakohshme të 7 qershorit në Kosovë kanë bërë që procesi të shtyhet për një moment tjetër. Diplomatja europiane theksoi se Bashkimi Evropian po punon paralelisht me të dyja palët për të siguruar vazhdimin e zbatimit të marrëveshjes që janë arritur më herët në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Ajo nënvizoi se progresi në këtë proces mbetet i rëndësishëm për stabilitetin rajonal dhe për perspektivën europiane të dy vendeve. Udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë janë takuar për të fundit në kuadër të dialogut të shtator të vitit 2023, ndërsa prej asaj kohe procesi ka mbetur pothuajse i ngrirë mes tensioneve politike dhe zhvillimeve të brendshme në të dy vendet. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishqimin e edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.